Ndonë se kryetari i komunës së Tetovës u zgjedh në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, sot janë certifikuar këshilltarët komunal që mandatin e tyre e fituan më 19 tetor, respektivisht në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale. Albi Qamili, që në zgjedhjet lokale i priu listës së këshilltarëve të koalicionit Vlen në këtë komunë, ka shprehur mirënjohje për qytetarët që i dhan besimin listës së këshilltarëve të Vlenit për t'i përfaqësuar në Këshillin Komunal, duke theksuar angazhimin për të qenë në shërbim të interesit publik. Qamili ka deklaruar se Vlen e ka shumicën në këtë këshill, megjithatë ka deklaruar se janë të hapur për bashkëpunim me të gjitha listat që do të shfaqin interes. Shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët të cilët vlerësuan programin ton, ofertën ton dhe na dhanë besimin që të jemi zëri i tyre në Këshillin Komunal. Ne, këshilltarët e Vlenit, bashkë me kryetarin Kasami, do të jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të interesit publik. Pas certifikimit të këshilltarëve, foli edhe Asaf Abdurrahmani, që i priu listës së këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim në zgjedhjet lokale, tha se do të veprojnë si opozitë konstruktive dhe nuk kanë pasur e as nuk kanë për qëllim të jenë opozitë destruktive. Do t'i përmbajmë të gjitha projektet të cilat do të kenë sqarim adekuat, edhe do t'jenë adekuate për qytetarët tonë, do t'jenë konstruktive për qytetin tonë. Asnjëherë nuk e kemi në plan dhe nuk e kemi pas në plan që të jemi një konfiguracion destruktiv. Vlen në Këshillin Komunal në Tetovë do të përfaqësohet nga 13 këshilltar. Aleanca Kombëtare në këtë përbërje të re të Këshillit Komunal ka siguruar 12 këshilltar. 3 këshilltar komunal do të ketë VMRO DPMN, ndërsa nga një këshilltar në këtë përbërje do të kenë LSDM-ja, Levica dhe Iniciativa Qytetare Më Mirë për Tetovën.